Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është liruar nga qelia. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit ka ndryshuar masën e sigurisë për Beqajin nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ai mbahej në burg që prej muajit korrik 2024 si i dyshuar për disa vepra penale lidhur me dosjen Saspak. Ndërkohë, prokuroria e posaçme pretendon se Beqaj dhe të pandeurit e tjerë kanë zhvilluar të paktën 8 procedura tenderimi në kundërshtim me ligjin. Megjithatë, gjykata vlerësoi se provat e sjella në gjyq nga organi akuzës nuk janë të mjaftueshme. Për këtë arsye, i la kohë prokurores së çështjes edhe 3 muaj. Sipas SPAK, Beqaj në kohën kur drejtonte Saspakun dyshohet se ka favorizuar kryerjen e prokurimeve fiktive për projektet e USAIR gjatë viteve 2022-2023. Prokuroria pretendon gjithashtu se tenderët realizoheshin vetëm në dokumente dhe fondet përfitoheshin në mënyrë të paligjshme përmes kompanive të lidhura me skemën. Ditën e djeshme, GKKO liroi edhe bashkëpunëtorin e tij, Ermal Korkutaj.